Sa e përfundum takimin që e kishëm me bizneset, të cilat janë të prekur nga dalja në tregun e lirë, një pjesë e tyre, se dihet që janë 1300 prej tyre, po një pjesë e madhe ishin këtu prezent, dhe të gjithë kërkuan dhe u pajtuan që të i bëjmë thirrje prapë qeverisë që të reflekton, zëres që të reflekton, na jepet mundësia e një fazës e tranzicionit siç e kemi kërkuar më herët, të përgatitur tregu, të përgatitur një paketë që përcjell gjatë kësaj faze të tranzicionit lehtësimin për me dalë në treg të lirë, dhe biznesit të kalon në tregun e lirë në datën që do të dakordohemi të gjithë bashkë. Në rast se nuk do të ketë një reflektim, atëherë bizneset do të bashkë me punëtorët, se kanë filluar të ndinë pasojat negative të këtij vendimi, dhe bashkë me punëtorët ditën e mërkurë do të dalim në shesh prej orës 11 deri në ora 12 për ta shprehur pak kënaqësinë që e kemi lidhur me këtë vendim dhe për mos reflektimin e qeverisë së Republikës Kosovës. Për këtë arsye, në emër të bizneseve, në emër të shërbëtorëve rastinës kolegës dhe kolegë do të deklarohen, po kërkojnë nga qeveria e Republikës Kosovës që të reflektojë, ta subvencionojë këtë pjesën e tranzicionit për shkak rrethona dhe kushteve ku jemi dhe ta gjejmë një zgjidhje që ta menaxhojmë sa më mirë dhe të mos ketë nevojë që punëtorët ose bizneset na dalin në shesh për me protestuar. Faleminderit shumë. Nuk është kjo dëshirë e aleancës todave organizatave ekonomike që të protestojmë. Kjo është kërkesë e komunitetit biznesit, të kompanive 1300 që janë prekur, mbi 143.000 punëtorë, dhe kjo është kërkesë që ditën e mërkure me datë 11 qershor, në ora 11 të protestojmë në qendrat e Prishtinës, me pronarët e kompanive, me punëtorët e kompanive, që edhe në këtë formë ne të tregojmë edhe një herë se jemi goditur thellë. Bizneset, prodhuesit, shërbysit nuk po mund ta përballojnë këtë shtrajtim të energjisë elektrike, askush nuk është kundër tregut të hapur, por formës dhe mënyrës. Prandaj kërkesë e vetme mbetet, një nga kërkesat kryesore, që SPAK-u të ketë prolongim të këtij vendimi në mënyrë që bizneset të përgatiten, po ashtu edhe infrastruktura ligjore dhe fizike të përmirësohet në të mirë të biznesit prodhuese dhe shërbësve që duhet të dalin në tregun e lirë. A bën veç edhe Ariani dhe Iliri deklaron të ne morëm pyetje. Shkurtimisht për pasojat e Shkurtimisht për pasojat e nisjes së zbatimit të vendimit për liberalizimin e tregut të energjisë, paralajmërimet tona tashmë po dalin të jenë reale, meqense se gjithë prej nesh jemi të informuar për rastet e 2 fabrikave të cilat janë në pronësi të investitorëve të huaj ose të cilat kanë kapital të përzier, domethënë vendor edhe të huaj, të cilat janë mbyllur, po flasim për një 300 punëtorë në njërin prej komunave më të varfra të Republikës Kosovës, të cilat kanë mbetur pa punë, e që është përkeqardhje, është që Ministria e Ekonomisë është e njoftuar SPAK-u për njërin prej rasteve, domethënë përmes një shkresë zyrtare për mbylljen e saj, edhe në vend se të reflektohet gjatë këtyre ditëve, Ministria e Ekonomisë dhe Këshilli Kombëtar për Ekonomi dhe Investime ka dërguar një njoftim për bizneset që të marrin pjesë në një seminar në të cilin do të flitet për mënyrën se si të kalohet më lehtë në tregun e liberalizuar. Është një farë situatës që sharakit, edhe gjatë javës kaluar, kur ne kishim një takim të tillë të ngjajshëm në Këshillin Kombëtar të Ekonomisë edhe të Investimeve, ishte sjellur njëra prej kompanive që vite më parë ka kaluar në tregun liberal, por ne megjithatë kemi kërkuar që aty duhet të jetë Ferronikli, megjithëse Ferronikli e ka mbyllur edhe furrën e saj të fundit para më shumë se një muaji, edhe shembulli Ferroniklit është shembulli më konkret se cili është ndikimi i liberalizimit të tregut të papërgatitur të energjisë elektrike. Dhe njerë po e potencojmë tregu, aspektin e furnizimit nuk ka qenë i përgatitur dhe këtu nuk ka asgjëra periodave tona ose asociacioneve të biznesit çfarë duhet të bëj. Është zyra rregullatorit të energjisë e cila është dashur që para nisjes së zbatimit të vendimit të sigurohet që tregu është funksional. Faleminderit. Po, faleminderit. Tash në 2 muajt e fundit kemi folur për teknikalitetet të daljes në tregun e lirë, kemi dhënë argumentet tona se pse nuk kemi të gatshëm dhe tani më po shihen pasojat. Fabrikat janë duke u mbyllur. I kemi, siç u përmendëm më herët, 2 fabrika të cilat janë mbyllur tani me një komunë. Patën disa deklarime sot këtu në takimin që patën mbi 100 e sa bizise apo më tepër. 400 bizise të cilat ishin të pranishme këtu, të cilat u deklaruan
se janë duke konsideruar mbylljen e fabrikave të tyre. Pra, situata nuk është çesharake, nuk është për tu mos u marrë seriozisht, është shumë serioze. Jemi para mbylljes së fabrikave të këtij vendi, fabrikat të cilat janë themeluar dhe kanë ardhur në këtë situatë me shumë mund, dhe të mos ketë asnjë reagim nga qeveria ende, kjo është e papranueshme, prandaj edhe do ta kemi këtë protestë. Unë uroj që të ketë një reflektim, të ketë një zgjuarje nga kjo amulli që ka qeveria, dhe ta marrë këtë situatë seriozisht, sepse alternativa është mbyllja e ekonomisë. Filloj me prodhuesit, po do të vazhdojnë në mënyrë zinxhirore edhe të pjesë tjera të kompanive. Prandaj situata është serioze, ju thirrje dhe juve të merreni me këtë seriozitet dhe ta përçoni këtë mesazh nga bizneset, sepse ekonomia jonë është duke shkuar drejt kollapsit. Jo, nuk kemi pas, biri fatkeqësisht na kanë akuzu në vend që të naftojnë, ta shohin se ku janë shqetësimet, ku janë cilat janë mundësit që së bashku me menaxhu me dalë në tregun e lirë. Jeni dëshmitar, ne përmes mediave kemi marrë edhe informatën dhe kemi pa që jemi të akuzum që nuk po bashkëpunojmë ose që po i bllokojmë rrugët me veriun. Ne i kemi ignoruar ato deklarata komplet. Ne nuk mirëmi me deklaratat politike ditore për konsum bre. Ne jemi proteste paqësore e biznesit, me një kërkesë vetëm. Pështoj biznesin, pështoj ekonominë, mbrojtje qytetarë në Republikës Kosovës. 60% e ekonomisë Kosovës është këto 1300 biznese. 50% tyra në administratën tatimore që mblidhen vinë prej këtyre 1300 biznese. 50% e të punësuar në sektorin privat është e këto 1300 biznese. Duhet mirët shumë seriozisht. Dikush tjetër? Po. Ne jemi në komunikim të përditshëm me biznesin, edhe siç po shihni edhe ju, nuk është që ne e marrim vetë këtë vendim, po e marrim bizneset, ne implementojmë, ne jemi përfaqësues të bizneseve dhe do të bashkëpunojmë me bizneset edhe mas protestës se çka do të ndodh ose çka do të bëjmë. Për hapa tjetër do të njoftoj me kohë për çdo hap që do ta marrim. Ju shumë transparente, po kërkojmë prapë për institucioneve të vendit. Këtë rast për qeverisë. Pse për qeverisë? Se qeveria është në shërbim kur zgjidhet lideri, kur zgjidhet udhëheqësi, mazhoranca zgjidhet për me rregulluar një situatë më mirë se ç'është, e jo me dëmtu. Dhe në këtë rast qeveria është dashur me kanë në shërbim biznesit, ekonomisë vendit dhe ta bënë një zgjidhje në situatën ku jemi. Jemi të hapur 24 orë 7 ditë javës mu taku dhe së bashku me përgatitur një plan se si mos me pas efekte negative që i përmendën kolegët e biznesit. Faleminderit shumë. Shumë respekt. Po shkojmë këthe në Ariane Bim një kohë, s'ke?